Universi spret më. 5 shenja marrin një shenjë hyjnore para 15 tetorit. Universi po lëviz fuqishëm dhe nuk pret më. Në ditët që na ndajnë nga 15 tetori, energjia hyjnore do ndriçojë vetëm 5 shenja të zodiakut, 5 shpirtra që kanë kaluar sprova, durim, pritje, por tani do marrin një shenjë të qartë nga universi. Nëse ndjeni një dridhje të pazakontë në shpirt, nëse gjërat rreth jush po përsëriten në mënyrë të çuditshme, ose ndjeni se dikush po ju flet në heshtje, kjo video është për ju. Universi ka zgjedhur dhe po ju flet tani. Qëndroni deri në fund, sepse ndoshta shenja juaj është një prej të bekuarave. Dashi. Dashi është në një periudhë zgjimi shpirtëror që s'ka ndodhur prej vitesh. Universi po i dërgon një mesazh të fuqishëm përmes një ndodhje që në pamje të parë mund të duket të zakonshme, një takim i papritur, një telefonat nga dikush që nuk e prisnit, ose një situatë që ju detyron të ndaloni dhe të reflektuarit. Në fakt, ky është momenti i parë i një ndryshimi të madh që po afrohet. Universi po ju kërkon të mos ndiqni impulsin e zemërimit apo ankthit, por të besoni në drejtimin e padukshëm që po ju udhëheq. Një mundësi financiare ose një vendim i rëndësishëm në karrierë do vi papritur, dhe nëse e ndjeni thellë se po, mos e humbni këtë valë energjie. Shenja juaj hyjnore është zjarri që ndizet vetë, sepse çdo gjë që ndodh këto ditë është për të ndërtuar diçka më të madhe që ju pret pas datës 15 tetor. Mos kini frikë, sepse tani po ju udhëheq fati. Gaforja. Energjia e hënës po ju rrethon me ndjeshmëri dhe shërim. Gaforja ka kaluar një periudhë ku emocionet kanë qenë të forta dhe shpesh të paqarta, por tani universi po i dërgon një sinjal qartësie. Një ëndër që përsëritet, një kujtim që po ju ndjek, ose një ndjenjë që s'mund ta shpjegoni janë shenjat që ju tregojnë rrugën. Universi po ju nxit të falni, jo për të tjerët, por për veten. Nëse mbani brenda zemrës ndjenja të vjetra, ato po ju pengojnë të hyni në fazën e bekuar që ju pret. Një lajm i mirë që lidhet me një shtëpi, një lëvizje ose një marrëdhënie do të vijë shumë shpejt. Kjo është periudha juaj për të ndërtuar themelet e reja të lumturisë. Shenja juaj hyjnore është uji që pastron gjithçka të vjetër, sepse çdo emocion që derdhet tani hap vendin për një fillim të ndritshëm. Luani. Luani po ndjen diellin në kulmin e fuqisë së tij. Energjia juaj karizmatike po rritet dhe universi po ju thërret të dilni në qendër, jo për t'u lavdëruar, por për të udhëhequr me shembull. Një mundësi profesionale, një ftesë ose një person që ju sheh si frymëzim do shfaqet këto ditë. Mos e refuzoni nga frika ose krenaria, pranoni dritën që ju ofron universi. Kjo është koha për të marrë përgjegjësi të reja, për të folur me zemër dhe për të ndarë dije apo përvojë me të tjerët. Universi po ju shpërblen për besimin që së humbët, edhe kur gjithçka dukej e errët. Një surprizë financiare mund të vijë përmes një njohjeje të re ose një hapjeje që nuk e kishit parashikuar. Shenja juaj hyjnore është dielli që ndriçon edhe errësirën, sepse fati po hap rrugën për ju që keni guximin të shkëlqeni pa frikë. Akrepi. Akrepi është në fazën më të thellë të transformimit shpirtëror. Universi po i përgatit për një zbulim që do ndryshojë mënyrën si e shikoni botën dhe veten. Mund të jetë një e vërtetë që del në dritë, një ndjenjë që s'e keni pranuar, ose një vendim që ju çliron nga e kaluara. Kjo nuk është një periudhë e lehtë, por është e domosdoshme. Nëse ndjeni tension, mos u friksoni, është trupi dhe shpirti juaj që po liron gjithçka të mbledhur ndër vite. Pas 15 tetorit, një rrugë e re do hapet dhe ajo nuk do ketë më pengesa. Universi po ju fton të lini pas ndjenjat e fajit dhe të mos kërkoni më përgjigje nga jashtë. Shenja juaj hyjnore është gjarpri që ndryshon lëkurën, sepse ky është momenti juaj për të rilindur në një version krejtësisht të ri. Peshqit. Peshqit janë më afër universit se kur më parë. Intuita juaj është në kulmin e fuqisë dhe nëse i kushtoni vëmendje ëndrave, ndjesive apo numrave që shfaqen shpesh, do kuptoni se universi po ju dërgon mesazhe të qarta. Një ndjesi e fortë për dikë ose për diçka do t'ju çojë drejt një zbulimi që ju ndryshon jetën. Në dashuri do kuptoni se kush është personi që ju sjell qetësi dhe kush është ai që ju konsumon energjinë.
Në aspektin material, një mundësi që lidhet me artin, krijimtarinë apo punën që ju frymëzon do hapet pa pritur. Universi po ju fton të mos dyshoni më në aftësitë tuaja. Shenja juaj hyjnore është drita nën ujë, që ndriçon edhe kur askush nuk e sheh, sepse tani ju jeni gati të shihni të vërtetën me sytë e shpirtit. Nëse ndjeve një dridhje ndërsa dëgjoje këto fjalë, mos dysho, universi sapo të dha një sinjal. Kjo është periudha ku gjithçka ndryshon për ata që besojnë dhe veprojnë me dritë. Shkruaj në komente shenjën tënde dhe çfarë ke ndjerë këto ditë. Mos haro, universi flet, por vetëm ata që dëgjojnë me zemër e kuptojnë.